Ne kemi problem me nenin 67. Çfarë nëse grupimi i parë ose partia e parë nuk e ka shumicën? Gjykata kushtetuese nuk mundet me riformulu ta zëm konkretisht nenin 67. Ndoshta është çështja më pak e shpjeguar në media. Është shpjeguar nga disa, po kam përshtypjen në këtë kakofoninë e përgjithshme nuk është arritur, është shumë e thjeshtë. Do thotë ne kemi problem me nenin 67. Besoj pajtohemi. Hajde, çka është thotë ai? Neni 67 praktikisht e ka shkaktuar problemin në Kosovë, sepse është absurde që në një demokraci parlamentare, do thotë formulimi jo ky, grupimit ose partisë së parë i takon drejta e propozimit, por këtu mbaron. Nuk ka zbërthim. Çfarë nëse grupimi i parë ose partia e parë nuk i ka shumicën? Dhe cila është ajo kohë cilën e ka në disponim grupimi ose partia e parë? Këtu kushtetuta jonë është i mangët dhe mund të i kalohet jo duke e dërguar këtë çështje në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese në rastin e këtij neni 67 nuk mund të ndihmojë. Sepse nuk mund ta rishkruajë kushtetutën. Sigurisht. Nëse ndërhyn ajo është amandamentimi i kushtetutës. Amandamentimin mund ta bëjë vetëm parlamenti. Çka mundet me lazim? Dhe dyta, do të desha të prapë lidhem me zotin Dygolli. Vendimi i gjykatës gjykimi i gjykatës kushtetuese 2014. Nuk e thotë që aty ata kanë bërë praktikisht apel politik, më shumë është apel, bëhet apel të deputetët që të kenë mirë kuptim, që të bashkëpunojnë për të kriju institucionet, do të konstituojnë parlamentin dhe pastaj edhe qeverinë. Do thotë është apel sepse gjykata kushtetuese nuk mundet me riformulu ta zëm konkretisht nenin 67, sepse ajo nuk e ka kompetencë. Nuk ka drejt ta definojë, të thotë që partia e parë ka 15 ditë, siç është në rastin e qeverisë. Në rastin e qeverisë është në mënyrë taksative e përcaktuar dhe nuk humb as 24 orë. Por në këtë rast neni është i mangët dhe gjykata kushtetuese nuk mund të ndihmojë. Do ta shohim më vonë nëse çështja të dërgohet. Lazim asi je njeri me përvoja, të kujtohet pse nuk e ka precizuar këto, pse kur të mendu që vjen deri te nuk është para, do thotë ka raste kur ka zbrasira. Unë këto ditë kam dëgjuar hartues të kushtetutës, disa prej tyre e pranojnë që është në nderin e tyre që e thonë, po është zbrasirë, është vakum kushtetues.